Shqipëria do t'jetë mikpritëse e samitit të NATO-s në vitin 2027. Lajmi u konfirmua pak ditë më parë nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, në deklaratën e tij për mediat pas përfundimit të samitit të Aleancës, duke bërë të ditur se takimi i radhës i nivelit më të lartë do të zhvillohet në Tiranë. Ky konsiderohet një moment me rëndësi të veçantë për vendin, pasi për herë të parë Shqipëria do të pres liderët e vendeve anëtare të Aleancës Veriatlantike. Organizimi i samitit të këtij niveli shihet si një vlerësim për rolin e Shqipërisë në NATO, si dhe për kontributin e saj në çështjet e sigurisë dhe stabilitetit rajonal dhe ndërkombëtar. Gjatë pjesëmarrjes në samitin e zhvilluar jashtë vendit, delegacioni shqiptar i kryesuar nga kryeministri Rama rikonfirmoi angazhimin e Shqipërisë për forcimin e mbrojtjes, rritjen e qëndrueshmërisë, si dhe bashkëpunimin në kuadër të sigurisë kolektive të Aleancës. Po si thanë, nuk do bëhet samiti në Shqipëri? Kështu thanë. Po, ka ikur ajo kohë kur bëj çfarë të donin të tjerët në Shqipëri. Tani Shqipëria bën atë që thot dhe thot atë që bën, kështu që samiti i ardhshëm do jetë në Televizioni 6+1 Vlora pyeti qytetarë të ndryshëm në Vlorë se si e vlerësojnë faktin që samiti i NATO-s do të mbahet në Shqipëri. Pjesa më e madhe e tyre konsiderojnë këtë lajm pozitiv dhe një ngjarje që rrit prestigjin e vendit në arenën ndërkombëtare. Për Shqipërinë gjë shumë e mirë. Kaq shumë e mirë bile. Si? Është në rësi ka që ne të mbrojemi, si vetë edhe kundërshtarët tanë. Nga kundërshtarët, kuptohet, kupton apo jo? Kështu që është gjë e mirë po të bëhet. Një pjesë e qytetarëve shprehen se organizimi i samitit mund të ndikojë pozitivisht edhe në promovimin e Shqipërisë, duke e bërë vendin më të njohur për partnerën ndërkombëtar dhe duke sjellë përfitime në aspektin diplomatik, ekonomik dhe turistik. Po mirë është, po të matë. Pse është mirë? Po mirë. Ka... Çfarë sill për Shqipërinë? Që shada se di unë. Po pozitive. Megjithatë, jo të gjithë të intervistuarit kishin një ide të qartë se çfarë përfitimesh konkrete mund të sjellë ky samit për qytetarët. Shumë prej tyre e shohin si një ngjarje të rëndësishme në aspektin politik dhe diplomatik, por nuk arrin të përcaktojnë ndikimin e drejtpërdrejtë që mund të ketë në jetën e përditshme. Por ka edhe qytetarë që nuk preferojnë të japin një koment të zgjeruar për këtë zhvillim, ndërsa të tjerë pranojnë se përballë sfidave të përditshme ekonomike dhe sociale, çështje të tilla nuk janë në qendër të vëmendjes së tyre. Po të mbahet do zotri. Në Shqipëri. Ky është një ramë në dia ai. Erën e ardhshme, si version. No comment. Në Shqipëri erën e ardhshme, si version. Zua samit Azia. Mbajtja e samitit të NATO-s në Tiranë në 2027 pritet të kërkojë përgatitje të gjera në aspektin organizativ, logjistik dhe të sigurisë. Autoritetet shqiptare do të bashkëpunojnë ngushtë me strukturat e Aleancës për organizimin e një eventi që do të mbledhë në kryeqytetin shqiptar, krerë shtetesh, qeverish dhe përfaqësues të lartë të vendeve anëtare. Për te i rëndësisë politike dhe diplomatike, organizimi i samitit shihet si një mundësi për të promovuar Shqipërinë në arenën ndërkombëtare, për të përforcuar imazhin e saj si një aleate e besueshme e NATO-s, si dhe për të treguar kapacitetet e vendit në organizimin e aktiviteteve të rëndësishme ndërkombëtare.